si me thoni fare historie, tha një mbret, tha pas një arsye, i kish pas vra, tha 100 vet, edhe një gomor. Tha këtë njerëzia, tha populli, tha diskuton të pse gomorin, tha nuk interesoj për njerëzit. Prandaj, Albin Kurti këto e ka për të tërhequr vëmendjen nga bllokimin nëntëmujor, apo në shpak, nga anti-amerikanizmi që e ka prit, dhe efektet janë nga shpak. Kjo lojë dytur, me listën serbe, që është aleati i saj, pra, me mos akustoren kur bashkëpunoj me Radojqićin, dhe si fan si Oliver Ivanovićit, dhe Kinse po e luftoj listën serbe, është për të tërhequr vëmendje për ta bërë kauz, dhe çka po ndodh këtu? Po ja bani të mirë listës serbe dhe Vučićit, sepse po homogenizon komunitetin serb për ta votuar listën serbe dhe fitoi 10 komuna, që kam ja dorëzu pas nesër, Gëzim Peçi, apo si ishte ai ose Kuka, kam ja dorëzu kryetarit, mos më tërprej, krenor, kam ja dorëzu pozitën e kryetarit, a bani çfarë? Po ja bani të mirë, lema të çetit. Po ja bani të mirë listës serbe dhe Vučićit për ta mbajtur të fortë listën serbe me 10 komuna dhe prapë do të fitoj deputete. E dyta, po ja bani të keqe popullit Kosovës se po e hasmon me Amerikën, dhe e treta, po punon kundër interesave strategjike të Amerikës që t'i ruan kufit zotëri. Pra nuk ka përfundu çlirimi jonë përderisa na kem nevojë për ushtarin amerikan në kufi atje. Pra, të gjitha këto zeza, po ja bën Albin Kurti Kosovës me qëllim që ta tërheqë vëmendjen nga bllokuesi nëntëmujor dhe të jeni të sigurt se edhe po ta votoj ky popull, qeveri nuk do të ketë me Albin Kurtin edhe mas 28 dhjetore. Nuk e mojë në këtë fjalë. Nuk mund të ketë një Albin Kurt në qeveri që ta bllokojë Amerikën dhe Perëndimin dhe ta bjej Rusin këto. Pra, vazhdon ta përsëritësh atë që e patë thënë një herë. Albin Kurti kur dhe kur nuk do të bëhet kryeministri i Kosovës, edhe 100% do të votohet për arsye se i gjithë Perëndimi e humb luftën përballë Rusisë. Në nuk e dina apo e bën me qëllim në mënyrë sofistikuar, është një budallak, sepse po ta lexojmë komunikatin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, shkurt pamësia në kuptimin diplomatik, ai po thotë jetë të bëni një budallakisa për të votuar sot, ndërsa përçarja në kupton atë që tha Halil Matoshi për ta përçuar shoqërinë e Kosovës multietnike, e cila është e garantuar me kushtetutë dhe ju po i sulmoni themelet e një shteti në cilin jetoni, pra pakun aty sarit. A din që ka dhe parti tjera sërbe në Kosovë? A din? Po e ka bobre lojen me Nenad Rashiqin, të cilin ja ka trashëguar ish partit, partit LDK, PDK,